Zyrtarisht në fushatë, zoti Brahu, i ndoqët besoj hapjet çeljet zyrtare të fushatave, ku ndryshon Rama dhe ku ndryshon Berisha në këtë ballafaqim të disatin përballë tyre, duhet thënë. Më thënë, ndryshimi esencial është se si do që tjetë Rama vjen me bilancë. Ka qeverisur disa mandate, edhe mandat në fundit, ka që a thotë. Berisha e ke parë që gënjen edhe i beson gënjeshtërët e tia. Në më thënë, do rrisë pensionet, do rrisë këtë, do rrisë atë, ku do i gjej lekët? Të premtime ka bërë dhe zoti Rama, gjithsesi. Ashtë i qare, zoti Rama i ka mundësit, kurse i s'ka si mundësi. Në më thënë, është këthyre në një personazh ka qesharak, sa beson të shi gënjeshtrat e tia. Por ky është tipi Berishës. Ky është tipi Berishës. Një sociopat kalibri, ekselent. Mendoj që koha do të regoj, por nuk diskutohet, që unë e kam thënë disa herë, që e majta fiton. Me rezultat të ngusht, por fiton. Si do që tjetë, ai që do të ngarkohet nga presidenti për të formuar qeverin, sigur edhe 70 mos të kapi, është Rama. Është një fitore që krijon mazhorancën, apo një fitore që mund të rrezikojë, le të themi disi? Pra nëse jemi të 69-ta, 70-ta... Nëse bëhet fjalë për fitore, ka të drejtë. Por edhe që nuk fiton mazhorancën, nuk fiton 71, shumicën, po ka të drejtë të formojë qeverin. Hyrë negociata me forca tjera politike. Folet për bilancë. Çfarë bilanci ka Rama në 12 vitet mandateve, zoti Brahu? Nëse do ta përmbledhje si një film të shkurtër. Po, për mua, bilanci është pozitiv politikën e jashtme. Politikën e jashtme, Rama ka qenë brillant. Brillant. Nuk e di. Dhe ndoshta dhe prandaj e ka kapur si pikë të fortë të kësaj fushate? Pasaportën europiane? Patjetër. Është derivati të asaj lije që i ka mshuar fort. Turizm. Ndryshimet në turizm janë fenomenale. Po? Janë mbreslënse. Është një degë e rëndësishme e ekonomisë. Ajo që cedon ke Rama është për kraja e 50% popullit të shqiptarëve. Shqiptarët paka shumë dhanë 50% janë të varfër, ja 30-25% janë të mesëm, 5% a 10% janë ata që përbëjnë elitën financiare. Rama e ka parë me, jo me sy, e kujdesit, shtresat në nevojë. Stresat në nevojë, me gjithë socialistët do të votojnë. Thonë, më mirë e keqja më e vogël, se sa Sali Berisha. Kjo është. Kjo do të ketë vath në vesh. Rama vjen në pushtet si rezultat i këtij përkufizimi, që shqiptarët dhe socialistët do të votojnë se do të votojnë Berishën. Zdo votoj Berishë, nuk duhet. Po, pse i duhet, zoti Brahu, një mandat i 4 Edi Ramës? Po, kam thënë dikur këtu ke ju, Rama ka dhe një ide në kokë. Ashtu si që kje edhe përmëndet periuda e Zogut, periuda e Enverit, thotë, unë do mbetem një histori, thotë, si periuda e Edi Ramës. Epoka Rama. Epoka Rama. Po,